kjo dëshuri që Perëndia tregon në forma të ndryshme dashurinë e tij. Ai, siç e dim, ai e ka treguar në kryq, e tregon edhe në disiplinë. Vargjet mbështetëse ose vargjet që neve do të marrim dhe mësimin është vargjet 5 dhe 6 tek Hebrejnë 12 që sapo lexuam së bashku. Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve por si bijve? Birim, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Se Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që pëlqen. Mesazhi që ne do përpiqem që të marrim nga ky mësim është, nëse ndonjëherë Zoti të qorton, është sepse ti je biri i tij ose bija e tij, jo i huaj. Nëse Zoti nuk do të merret me ty, atëherë duhet të shqetësohesh. Por kur ai të ndreq, është dëshmia më e bukur që je pjesë e familjes. E kemi vënë re që ne asnjërit nuk i pëlqen disiplina. Kur fillon edhe na korrigjojnë, asnjëherë, qofshin të mëdhenj, qofshin të vegjël. Një nga duket se ka ndarë më herë më përpara me ju që kur isha i vogël si Joeli, që po hym në moshën e adoleshencës, për një kohë të gjatë unë besoja që mami im ishte shtrig. Sepse më bërtiste gjithmonë, edhe por tani kur u rrita, domethënë, se s'jam rrit tash, se tani që ti ndajmë çik gjërat. Po dhe më përpara. Tani që u poqa, fillova të piqesha. Se gruaja ime më thot akoma që ti je pa pjek akoma. Pa vazhdi. Pa vazhdi. Këtu të target. Mirë. Ajo, domethënë, vi dhe vlerësoj dhe dua jo vetëm nanën, por dhe babain shumë. Sepse e kuptoj shumë qartë dashurinë, respektin ose sakrificat që ata kanë bërë për mua. E njëjta gjë është edhe me Perëndin. Të duash dikë, ti nuk qëndron dot i heshtur ose pa lëvizur ose pa bërë ndonjë gjë kur shikon dikë që e don me të vërtetë, që është në gabim, që ka nevojë për qortim, ka nevojë për mësim, ka nevojë për disiplinë. Mund të jetë edhe në mosha të ndryshme. Neve jemi shumë të gatshëm, domethënë që të guxojmë që të ose mesazhi që do të marrim për sot është që, domethënë, nëse Perëndia nuk na disiplinon ose nuk ndjejmë që neve po disiplinohemi nga Perëndia, atëherë është për të ardhur keq. Atëherë është për të shqetësuar. Tek Romarët kapitulli i parë thuhet që Perëndia hoqi dorë edhe i lëshoi ata në epshet e tyre. Kjo është gjëja më e frikshme. Po ta shikojmë fatkeqësisht po ndodh edhe sot, po ndodh edhe këtu te ne, ku njerëzit po përpiqen që të fuqizojnë ose që ta bëjnë me ligj një gjini të re. Ndërkohë që ka vetëm 2 gjini, mashkull edhe femër. Romakët e thot këtë gjë. Ishte diçka e vjetër që në vitet 30, domethënë që që në kohën e Jezus, ose po ta doni akoma më thellë, është që në kohën e Abrahamit me Lotin. 3 engjëjt e Perëndis kur shkuan tek që folën me Abrahamin, aty thuhet se ata ishin 3, por ndërkohë që aty flitesh në numër 1 se Zoti e vizitoi Abrahamin.
Dhe i ndau me Abrahamin që do të shkatërronte Sodomën dhe Gomorën. Abrahami ndërhyri që tha të lutem në fund fare, i tha të lutem më shpëto, më ruaj Lotin, më kursej Lotin. Dhe kur ata shkuan atje, imagjinoni, njerëzit donin që të shkonin me ata, edhe pse ishin burra, nuk donin. Kurse Loti tha, merr vajzën te mia. Dhe ata nuk pranojnë. Edhe Zoti Perëndia i bëri ata që të verboheshin, edhe që të përplaseshin me të ziheshin me njëri tjetrin. Domethënë e keqja, kjo lloj ligësie ka ekzistuar. Pra thuhet, nuk e dim ku ka qenë koha që Perëndia hoqi dorë dhe i lëshoi ata në epshet e tyre, po ndërkohë që është prezente edhe sot tek ne. Edhe kjo është gjëja më e frikshme. Një person kur ka hequr dorë nga ty, domethënë për të disiplinuar, për të korrigjuar, për të folur, siç themi ne, është momenti kur thotë, mirë, bëj çfarë duash. Aty është ai sinjali i parë, drita e parë që neve shikojmë edhe dëgjojmë edhe themi, mund edhe të themi sa shpejt që hoqë dorë. Por kjo është e vërteta. Edhe Zoti na do, por edhe na ndreq. Një nga të vërtetat më të vështira për të pranuar në jetën e krishterë është kjo. Dashuria e Zotit nuk shprehet vetëm me bekime, por edhe me ndëshkim. Këtë se pranoj. Nuk na pëlqen. Shumë njerëz mendojnë se nëse Zoti na do, ai duhet të na mbaj larg dhimbje. Kur themi pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo, po kështu. Por fjala e Perëndis na mëson se ndonjëherë dhimbja është mjeti me të cilin ai na pastron dhe na formon. Ky St. Louis ka thënë në librin e tij Problemi i dhimbjes, thotë dhimbja është megafoni ose artopolandi me të cilin Zoti zgjon një botë të përgjumë. Konteksti i mesazhit ose i pasazhit. Siç e lexuam Hebrejt, neve kapitullin 12 neve mësuam këto gjë. Letra e drejtuar Hebrejve është shkruar besimtarëve që po kalonin persekutime dhe vështirësi të mëdha për shkak të besimit të tyre. Autori në ligjin e Mojsiut dhe ai ishte edukuar ose ishte rritur me një nga mësuesit ose mund të themi neve sot pedagogët, dekanët më të mirë të mundshëm të asaj kohe. Por ne dim diçka, nëse nuk është pali një njeri, pra një njeri mishor, ne dim që ky libër Hebrejt pra është shkruar nga Perëndia. Sepse është gjithë Bibla është e frymëzuar nga Perëndia. Pra, autori i nxit që të mos dorëzohen sepse sprovat që po përjetonin nuk ishin shenje braktisës së Zotit, por e dashurisë së tij adhëror. E vutëre nëse mbani mend një nga vargjet që ne lexuam tek Hebrejt, juve thot nuk keni luftuar fuqishëm deri me gjak për të luftuar kundër mëkatit, ose nuk keni rezistuar me fuqishëm. Neve kur përballemi me dhimbje të ndryshme ose dhe me tundime të ndryshme, neve themi, filloi sulmi. Pali tek Efesianët thot, betejja jonë nuk është kundra mishit dhe gjakut, po kundra frymërave. Pra që është një betejë shumë akoma më e thellë, që të mendosh që është kaq e lehtë. Djalli nuk heq dorë në asnjë moment sa të jemi gjallë që na lejt qetnë. Por do na tundoj, do na sulmoj me çdo lloj dore të mundshme. Edhe të gjithë neve jemi të ndërgjegjshëm se kjo botë është bota e mëkatit, është e sunduar nga mëkati. Është e sunduar nga i ligu, sepse neve shikojmë shumë pak njerëz, domethënë
në forma drejtuese kanë një qëllim të sinqertë dhe të drejtë për drejt nderues për atin për Perëndin. Po ta shikojmë janë vetëm fuqi mishërore. Domethënë për fuqi, për autoritet mishëror në këtë. Disiplina është një shenjë birësie. Edhe po ta shikosh vargu thot biri im. Zoti ndëshkon atë që do. Në botën natyrore, një baba që e do fëmijën e tij nuk e lejon të bëj çdo gjë që dëshiron fëmijë. Sepse neve tani e kuptojmë, duhet ta kuptojmë, që jo çdo gjë është e mirë, është e dobishme për fëmijë. Po ka gjëra që janë edhe të dëmshme, që ndikojnë shumë negativisht në trurin, në mendjen e një njeriu, por edhe në sjelljen e tij. Edhe në mënyrën se si ai do të reagojë, do të sillet me shoqërinë. Ose mund të ndërtoj, si thua, gur mbështetës për jetën e tij. Kush janë gurët mbështetës? Janë kur ti ndërton marrëdhënien shoqërore, miqësore në baza të fortë. Pra kur neve themi sot kemi miq, diskutojmë këtë gjë. Kemi miq që neve mund të shajmë një hall në problem që të kërkojmë ndihmë. Kemi një mik që të na ndihmojë për të gjetur një punë, kemi një mik këtu, kemi një mik atje. Pra gjithmonë tentojmë në çdo lloj fushë të mundshme, në mjeksi, në polici, në arsim, në kudo, neve përpiqemi që të kemi marrëdhënie, lidhje të forta miqësie. Domethënë që neve mendojmë dhe supozojmë të janë të sinqerta që të gjejmë njerëz që na ndihmojnë. Se ashtu siç e dim neve ka dhe njerëz që ti mund ta kesh të drejtën tënde ligjore, por ndërkohë që nuk të mbështesin. Edhe i zhvarrisin ato për të fituar ti të drejtën. Fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 11 dhe 12 është burimi nga i cili autori i Hebrejve citon shumë këshilla. Thot, biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos e urre qortimin e tij. Sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. Tek Zbulesa kapitulli 3, vargu 19 thuhet, unë të gjithë ata që i dua, i qortoj dhe i ndëshkoj. Prandaj je i zellshëm dhe pendohu. Shpesh herë neve ndëshkimin gjithmonë e marrim si të thuash si dënim të përjetshëm. Por ndërkohë që ndëshkimi, disiplina momentale është për ne për të kuptuar një mësim. Po ta vëmë re, ne njerëzit që janë të kujdesshëm, se të jemi të sinqertë, të gjithë ne në momente të ndryshme bëjmë gabime. Por duke bërë gabime neve marrim edhe mësimet. Ata që janë të kujdesshëm nuk bëjnë të njëjtat gabime, apo jo? Kanë marrë një mësim nga ai. Për shembull, gjëja më e thjeshtë është që nuk e vëmë dorën tek zjarri sepse na djeg. Apo jo? Nuk i fusim durët te korrendi sepse na kap korrendi. Pra këto gjëra elementare neve i dim apo. Dhe këto janë budalliqe që ti bësh. Psalmi 94 vargu 12 na thot: "Luma i njeri që ti e ndëshkon, o Zot, dhe e mëson nga ligji yt." Luma i njeri. Çdo ndreqe, po nëse mbajmë mend nga vargu 11 që neve lexuam, thot çdo ndreqe, pra aty për aty nuk duket se sjell gëzim. Madje hidhërim. Madje për një kohë caktuar unë mendoja që prindërit e mi më urrenin. Edhe e kishin mision që të ma nxinin. Por ishte e kundërt. Unë e kisha për mision, nuk e di kush e kishte për mision. Por sepse siç e dim
Njerëzit kalojnë në faza të ndryshme rritje dhe ka ca gjëra që neve nuk e arrim t'i kuptojmë dot ndryshimet që na ndodhin, edhe për shkak të kësaj gjëje reagojmë në mënyra të ndryshme. Por nuk sjell gëzim aty për aty, por hidhërim, por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij. Fryt drejtësie, fryt paqe, fryt marrëdhënie, miqësie të jo. Kapitulli 5 të Kromakët, jo vetëm kaq, por ne lavdërohemi edhe në vuajtjet tona, sepse e dim, thot Pali, se vuajtja prodhon qëndrueshmëri, qëndrueshmëria karakter dhe karakteri shpresë. Një ilustrim, mendoni për argjendari që pastron ari, ose pastron një metal që por ari që ai e vendos në zjarr derisa të shoh pasqyrën e vet në të. Pra, kur shikon reflektin e vet. Po kështu vepron Zoti me ne. Ai na fut në zjarr, na kalon nëpër zjarrin e sprovave, pra derisa të shoh imazhin e Krishtit në karakterin tonë. Nuk e se na pëlqen shumë. Sepse ndodh që neve na pëlqen ajo rehatia, e keni vënë re edhe është shumë therrës. Po e keni vënë re që se ne nuk ushtrohemi, fillojmë edhe bëhemi qullo, apo. Po ka një moshë, domethënë që quhet mosha rritëse, sa mirë që po e shpjegoj unë biologji, ka një moshë që je rritëse dhe çdo moment ti nuk ndjen dhimbje. Dhimbje, domethënë dhimbjet e tona tani. Sepse tani s'ka, tani ka hyrë ligji i dytë i termodinamikës që thot vazhdo rritje pastaj dekompozimi. sa fishkësh plotësisht. Disiplina nuk është dënim për mësim. Dallimi i rëndësishëm teologjik. Dënimi është për të padrejtët që të paguajnë për mëkatin e tyre. Disiplina është për bijtë e Zotit që të mësojnë drejtësinë. Krishti ka marrë dënimin tonë në kryq. Isaia kapitulli 53 vargu 5. Dhe Romakët kapitulli 8 vargu 1. Prandaj çdo ndëshkim që Zoti lejon në jetën tonë nuk është hakmarrje, por përmirësim. Sepse nëse të kuptojmë diçka, nëse Perëndia ne do na urrente, edhe mbuloj përsëri. Pra, nëse neve sot po disiplinohemi, po korrigjohemi, atëherë do të thotë që Perëndia s'ka hequr dorën me ne. Një shembull është kur Jona nuk ju bin Perëndis, Zoti dërgoi një stuhi jo për ta shkatërruar, sepse ta kishte për të shkatërruar e kishte bërë, po për ta rikthyer në drejtimin e duhur, ose siç thuhet tek Luka 15, për ta sjell në vete. Aty thuhet edhe kur ai erdhi në vete, u kujtua për atin, domethënë filloi të logjikoj. Sprovat shpesh janë stuhit e dashurisë që na kthejnë në shtegun e bindjes. Si të përgjigjemi ndaj disiplinës së Zotit? Hebrejnë kapitulli 12 vargu 5 jep dy paralajmërime. Mos e përçmon dëshkimin e Zotit. Mos e injoro. Mos e shisi diçka të vogël, disiplina ka një qëllim. Pyet Zotin çfarë po mëson përmes kësaj. Mos u ligështo, mos u dorëzo, mos lejo që sprovat të bëjnë të humbësh shpresën. Këtu po flasim një gjë shumë qartë që është të humbasim marrëdhënien me Perëndin, të humbasim paqen me Zotin. Perëndia mund na lejojë që të jetojmë për një kohë në tokë, por është shumë e hidhur, siç thuhet tek Romakët, dhe Perëndia i dorëzoi ata. Domethënë Perëndia hoqi dorë, Perëndia tha, siç themi neve ndonjëherë, bëj çfarë duash, hajde mirë pas. Kjo është gjëja më e frikshme. Galatasit kapitulli 6 vargu 9 na thot, let mos lodhemi duke bërë të mirë, sepse në kohën e dur dhe korrim nëse nuk lodhemi. Psalmi 30 vargu 5 thot, sepse zemrimi im mban vetëm një çast.
por mirësia e tij mban një jetë të tarë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes disa mësime praktike për jetën e një të krishterit. Nëse je duke u ndëshkuar, pra mos u frikso, Zoti po të rrit. Ai po të përgatit për diçka të madhe. Ai krahasit çdo hardhi që të jap më shumë fryt. Gjoni kapitulli 15 vargu 2. Nëse ke dal nga disiplina, falendero Zotin për mësimin. Shiko pas dhe kupto se si çdo vuajtje të afroj më pranë tij. Po ta vëmë re, një nga gjërat më interesante për neve është, për të gjithë njerëzit është, që në momente dhimbje, neve kemi tendencën që t'i përulemi Zotit dhe të lutemi Zotit më shumë. Pa më përpara po flishin për spitalin, edhe siç e dim që është ajo thënia, muret e spitalit kanë dëgjuar më shumë njerëz që luten, edhe më shumë lutje të sinqera ka, se sa muret e një ndërtese të kishës. ose një mur ndërtese tjetër. Sikur ato muret kishin gojë edhe të flisnin, edhe të tregonin për çiltërsinë, për uljen përpara Zotit, për dorëzimin përpara Zotit në ato momente dhimbje, do të ishte e pakrahasueshme. Pra në momente dhimbje, neve dorëzohemi përpara Perëndisë. Nëse shet dikë tjetër në ndëshkim, mos e gjyko. Prit kur të përmirësohet në mësimin, në sjelljen e tij. Do kohën edhe. Mbaj mend se Zoti po punon në mënyra të ndryshme në secilin. Janë stade të ndryshme të jetës. Ne bënim shaka, por është një studim interesant që gjinia femërore piqet më shpejt, ka tendencën që të si thuaç, të jetë në atë aktin ose drejtimin mbrojtës të familjes, të ndërtimit të familjes. Tani ka shumë njerëz të ndryshëm, por neve po flasim për ata që duan familjen, ata që duan të ndërtojnë jetën në mënyrë të perëndishme. Meshkujt kanë tendencën që piqen më vonë që më ashtu më. Por kjo është diçka e natyrshme që vjen sepse meshkujt kanë, Zoti i ka bërë që janë burra për të mbrojtur, për të luftuar, për të gjuajtur, për të siguruar për familje. Tani po flasim për njerëz që duan familjen. Pa ata që se ka lloj njerëzish, ka dhe dembela, ka dhe njerëz që nuk e kuptojnë, thjesht nuk e di. Por ajo çfarë është e rëndësishme, unë desha të them se ka stade të ndryshme që njerëzit pikën. Po duhet të jemi të kujdesshëm, jo gjithmonë të kujtohemi mbasi ka ndodhur veprat, veprime. Se nuk e dija, mbaroi jeta, kaq është. Mbaj mend se Zoti po punon pra me mënyra të ndryshme, mos harro disiplina prodhon drejtësi, paqe dhe shpresë në fund të procesit. Ti nuk je më i njëjti person që ishe më përpara. Nuk duhet të ketë ndryshim, me patjetër. Që ishe më parë, je më i ngjashëm me Krishtin. Pra nëse ti ke dhe ti tendencën, ka dy lloj njerëzish që thonë më fal, e kuptova gabimin, do përpiqem të ndryshoj. Ka dhe një grup njerëzish tjerë që thotë më fal, më vjen shumë keq, më fal që më kape mat. Herës tjetër duhet të jem më i kujdesshëm dhe më i rafinuar në sjelljen time që ti mos ta kushtosh. Apo jo. Dashuria e Zotit nuk është një ndjenjë e butë, por një forcë që shenjtëron. Zoti na do aq shumë sa nuk na le të qëndrojmë ashtu si jemi. Kur ai ndeshkon, ai po formon shenjtor, jo viktim. Zoti ju bekoft.